Zëvendës kryeministra Belinda Ballogu ka qenë e pranishme në takimin e përvitshëm të nivelit të lartë të ministrave të energjisë së Europës qendrore dhe juglindore, drejtuar nga komisioneri Dan Jorgensen. Ballogu ka bërë me dije se për herë të parë raporti 8 mujor për 2025 tregon se është arritur të krijohet 10% e kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke çuar kështu raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore. Po ashtu zbuloi se ka patur një takim bilateral me ministrin rumun të energjisë, ku është diskutuar mbi një plan për krijimin e një boshtie energjetik, ku përfshihet Shqipëria, Rumania, Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Italia. Kam përfituar nga rasti të ndaj në këtë event një arritje të rëndësishme të Shqipërisë gjatë këtij viti, bazuar në strategjinë kombëtare për diversifikimin. Për herë të parë, raporti 8 mujor për 2025 tregon se kemi arritur të krijojmë 10% të kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke çuar kështu raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore. Gjatë ditës kam pasur kënaqësinë të takoj dhe të diskutoj me shumë nga kolegët që ishin prezent, dhe gjithashtu me komisionerin Jorgensen, por dua të veçoj takimin bilateral me ministrin rumun të energjisë, ku kemi diskutuar mbikëqyrjen e një plani për krijimin e një boshti energjetik, ku përfshihet Shqipëria, Rumania, Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Italia. Bashkëpunimi i gjerë rajonal ka treguar se është dhe do të jetë baza e një suksesi të garantuar për sigurinë energjetike europiane.